Besimtarët e krishterë në Kolonjë kanë kremtuar te Kisha e Vodicës transferimin e lipsaneve të shënkollit. Kjo festë është një ditë me rëndësi të madhe për komunitetin ortodoks dhe për gjithë ata që e ruajnë trashëgiminë kulturore e shpirtërore të krajinës. Është kishë ndërtuar në shekullin e 18. Është një kishë jo vetëm me vlera historike, por me vlera të mëdha shpirtërore, për arsye sepse mbahet nga kishat më mrekulliberse në rrethin e Kolonjës. Kisha kremton më 6 dhjetor shënkollit, shenjtë e kishës dhe transferimi i lipsanit të Shën Nikollës, që është në barit të Italisë, kremton në 20 maj të çdo viti. Padyshim që vizitohet, është nga kishat më të frekuentuara të zëvendësisë Ersekës. Jo vetëm nga besimtarët krishterë të rrethit të Ersekës, të Kolonjës, nga gjithë vendi, por edhe nga kryesisht edhe nga turistë muaj. Është kishë monument kulture kategorisë 2. Në këtë ditë në kishën e shënkollit u mbajt një meshë e më pas besimtarët mblidhen për të ndezur qirinj, për të bërë lutje dhe për të marrë bekimin e këtij shenjti, të njohur për zemërgjersinë dhe ndihmën ndaj të varfërve. Transferimi i lipsanit ka të bëjë me një shenjtë që është e mirë, jo vetëm e mirë, po del mirë e shenjtë, del navari që ka vajtur në barit e Italisë, del mirë e shenjtë. E kam traditë që nga prindrit e mi, ndjes paqin, bile unë me këtë shënkoll kam edhe një histori familjarisht. Një vllai tim, dikur ke vitet 50, ishte 3 vjeç që u paralizua. E kanë sjell prindrit bashkë me gjyshen time këtu në shënkoll dhe ai filloi të rimëkembej. Gjithmonë vi vit për vit, ma përpara vi një flinja. Një qirin dhe luteni për shëndet? Po, për tëra gjëra, për mirësi e tëra. Festa e shënkollit në Ersek nuk është vetëm një festë fetare, por dhe një simbol i unitetit, dashurisë dhe respektit për traditat e të parëve. Ajo sjell së bashku familje, miq dhe bashkëqytetar, duke e kthyer këtë ditë në një moment të veçantë për gjithë komunitetin.